Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë tashmë të ritakohemi në kanalin Monitor TV, duke sjellur pranë jush gjërat më kulminante dhe pikat më interesante që ka ndodhur në shtëpinë e Big Brotherit. Ditën e djeshme ndodhi një diçka shumë e papritur. Gjesti në tualet duke qëndruar së bashku me Eglin, po i kërkonte Eglit marrëdhënie seksuale. Një video që në fakt kapi viralitetin për të gjitha rrjetet sociale dhe u komentua shumë për një marrëdhënie të mundshme të afërt mes Gjestit edhe Eglit, për një ndjesi dashurie, për një rikthim emocionesh mes tyre, apo për një lidhje që në fakt kjo video ngjalli kurreshtje të madhe tek fansat në qoftë se tashmë Egli është e gatshme dhe do të pranon të lidhet me Gjestin. Një situatë që përfshin Gjestin edhe Eglin ka tërhequr vëmendjen e publikut në Big Brother VIP Albania 4, duke u bërë një nga momentet më të komentuara të ditës së djeshme. Në një moment që të sije në shtëpinë e Big Brotherit, Gjesti dhe Egli u panë të përfshirë në një bisedë me përmbajtje flirtuese, që zhvillohej pranë banjos së shtëpisë. Me një ton shakarak, por edhe provokues, Gjesti drejtohet e Eglit me fjalët: "Kam 6 muaj që nuk kam kryer marrëdhënie seksuale dhe dua ta bëj atë." Egli e befasuar nga deklarata nuk largohet, por i përgjigjet me fjalë të ashpra dhe me një mimik serioze: "Po si je mirë me mendjen ti, je ignorant." Pavarësisht reagimit verbal, ajo vazhdon të qëndrojë akoma aty, duke mos e ndërprerë situatën dhe duke e lënë të hapur interpretimin e dinamikës mes tyre. Në pamje vërehet një afërsi fizike mes të dy banorëve, e cila, edhe pse e mbuluar nga tone shakaje, ka ngjallur dyshime për një tërheqje të ndërsjellë. Gestikulacionet, shikimet dhe prania vazhdueshme pranë njëri tjetrit janë vërejtur me kujdes nga ndjekësit. Pasi fragmenti u publikua në rrjetet sociale dhe në faqet e fansave, ndjekësit reaguan masivisht me komente që aludonin për një afrim romantik mes tyre. Po lëvrin kimia mes tyre. Shaka, por këtu ka pëlqim të vërtet. Këta do të na japin një nga historitë më të nxehta të këtij edicioni. Dhe si hashtagët Gjesti Egli dhe Big Brother Romant u përhapën me shpejtësi në platforma si Instagram edhe në TikTok. Kjo ngjarje pritet të ndryshojë dinamikën brenda shtëpisë, pasi një lidhje mes Gjestit edhe Eglit do të përfshijë edhe banorë të tjerë në ndjeshmëri, xhelozi apo aleanca të reja. Gjithashtu ky zhvillim mund të rrisë interesin e publikut dhe t'i sjellë të dyve mbështetje të shtuar nga jashtë. Ndërsa Egli tenton të mbajë situatën nën kontroll me fjalë, veprimet dhe prezenca e saj pranë Gjestit lënë vend për dyshime. Në ditët në vijim do të shihet nëse ky ishte vetëm një epizod flirtues apo fillimi i një historie të re dashurie brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Në fakt, këtë lloj drejt për drejtësie në mënyrën e të shprehurit të ndjenjave, të emocioneve, të gjërave që ka Gjesti kundër drejt Eglit është për të befasuar. Siç duket, Egli ja ka marrur mendjen krejtësisht Gjestit. Për shembull, Gjesti para se Egli të dilte nga Big Brotheri, në pjesën e parë të Big Brotherit, kështu do ta themi, ishte më i ftohtë në raport me Gjestin, me Eglin. Nuk e linte që ajo ta prekën, nuk e linte që ajo të emocionohet me të, nuk e linte që ajo të shijon pasion, nuk e linte që ajo të ketë momente intime, por në anën tjetër tash Gjesti po e kërkon këtë gjë. Do të thënë ti thuash një vajzës publikisht që unë ka 6 muaj që nuk kam kryer marrëdhënie seksuale dhe unë kur nuk kryej marrëdhënie seksuale, unë bërtas, unë dal nga vetja, unë çoroditem, më duket i çik si një lojë që ti dëshiron ti thuash asaj diçka dhe ti dëshiron të krijosh diçka me të. Tani në qoftë se Gjesti që nga në gjendje që në një shtëpi me 100 kamera të kryej momente të këtilla dhe ai është në gjendje të thyej dhe unazën për Eglin, për t'i propozuar martesë, domethënë është ose një lloj provokimi i Gjestit që don të shikon se deri ku arije Egli me ndjesinë e saj, me afrimitetin që ato të dy kanë krijuar, besoj që dëshiron t'i vendon një emër këtij afrimitetit, sepse në qoftë se Egli do cilleshte egër dje dhe do ta kishte ndaluar bisedën aty dhe do të kishte bërë ashtu siç ishte sill, se tash nervoza e Eglit në këtë rast
që del komplet Egli nga vetja, duhet të ishte në këtë bisedë, në qoftë se ajo nuk e do gjestin. Se do me thënë do t'i thonë të kush je ti të mi thuash mua këtë fjalët, do agravon të biseda në maksimum. Por Egli në këtë bisedën nuk bëri asnjë gjë, për shembull ajo u acarua shumë te Rozana, që luajti me gjestin, bërtiste, ulëriste në përshpi, dhe aty e kuptova unë që ka një farë dozë xhelozie dhe ajo e ndjen gjestin, por në këtë rast nuk pash nervoz. Dhe unë mendoj që Egli e do shumë gjestin edhe prandaj dhe ndodhi kjo toleranca nga ana e Eglit e papritur që gjesti mund të kërkonte marrëdhënie seksuale brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe t'i shprehte asaj emocionet, mënyrat, ndjesitë, dhe Egli vetëm t'i ktheshte me fjalën që ti je ignorant me një ton shumë të butë. Unë mendoj që mes këtij çifti të shumë shpejt do të lindë një diçka, do të nisë një diçka shumë e bukur, sepse e ndjej dhe e shoh edhe nga ana e gjestit që ka filluar të ketë një afeksion, ka filluar që të ketë një pëlqim, një pozitivitet kundër drejt Eglit dhe kundër drejt marrëdhënies, që në fakt ato të dy po ndërtonin në këtë Big Brother. Hyrja për herë të dytë e Eglit, që ka ardhur një banore super e fuqishme, që ka ardhur një banore super e zëshme dhe që ka ardhur një banore tepër e diskutueshme, besoj që mënyra se si ajo qëndron, gjesti i jep qëndrimin e një dameje, të një femre se cila nuk ka nevojë për askënd në botë, por është vetë ajo. Dhe mendoj që kjo femër e tërheq gjestin pafund dhe mund ta bëjë gjestin që të kenë diçka të bukur mes tyre.